Mirë se erdhët në përballje podcast në telegrafi.com, unë jam Muhamet Harullah. Natyrshëm se ma mirë se me përmbyll këtë javë që ka të bëjë me zhvillimet e fundit që kanë ndodhur brenda javës, është tema kryesore që ndodhi në botë realisht. Ajo është samiti i NATO-s në Ankara. Njëri ndër samitet më të rëndësishme që kanë ndodhur në historinë e fundit të NATO-s për shkak të peshës, për shkak të rëndësisë, për shkak të pranisë së madhe të liderëve ndërkombëtar, nga presidenti amerikan Donald Trump, presidenti i Ukrainës Zelensky, Nikoqiri Erdogan, presidenti i Sirisë që ishte afër sepse samiti u mbajt në Ankara dhe ishte i pranishëm aty, liderët e të gjitha vendeve kryesore të Bashkimit Evropian që janë antar të Aleancës Veriatlantike NATO-s. Natyrshëm aty ishte edhe kryeministri i Shqipërisë zoti Edi Rama, përfaqësuesit e Malit të Zi, Maqedonisë Veriut dhe Kroacisë. Por natyrshëm, siç e kemi thënë gjatë kësaj periudhe, në summit nuk kanë qenë përfaqësuesit e Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë. Ballkani Perëndimor nuk ishte në agjendën kryesore të këtij samiti. Për të diskutuar së bashku me mua për rëndësinë e këtij samiti, për detajet të dhënat, unë jam së bashku me kolegun tim Xhemaili Rexha, gazetar, kryetari i Asociacionit Gazetarëve të Kosovës, i cili ka përcjellur këtë samit nga vendi i ngjarjes, duke raportuar për detajet, zhvillimet, rëndësinë dhe samitin. Xhem, mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Po janë shumë mirë dhe mendova thash ma mirë se me diskutu edhe me rumbullaksu këto që ndodhin në summit, është me ty. Ti e përcjelle së bashku, po, me mu. Summitin thjesht sot për bojmë këtë bashkëbisedim me diskutu çka ndodhi. Nashta për publikun që se ka pa, le të themi kështu, këtë zhvillim përveç lajmeve. A mu m'ja shpjegu pak rëndësinë, Xhem, si gazetar përcjell tema shumë gjatë, ke përcjell samite të ndryshme, ke përcjell, le të themi, zhvillime të ndryshme edhe të Kosovës, por edhe ndërkombëtare edhe rajonale. Nëse muj me vendos këtë samit, ku kishe me pozicionu të rëndësishëm? Absolutisht ndër më të rëndësishmit në historinë e re të NATO-s në dekadën e fundit, pas një diskutim para 2 viteve mbaj në Washington, vitin e kaluar në Hague dhe si vjet në Ankara, edhe diskutimi që është bërë edhe brenda Turqisë edhe jashtë, dhe prapë citoj zonja Kallas, që është profesuese e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri. Citati i saj është: ne themi për secilin samit të NATO-s që është historik, por ky në Ankara vërtet është historik. Dhe ka qenë i tillë fillimisht për vetë faktin që mbajt në Ankara në Turqi, për rëndësinë kruciale që Turqia ka në NATO si alati më i fuqishëm në Evropë dhe i dyti më njëherë pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës sa i përket kapaciteteve ushtarake, pra masisë së ushtrisë së saj dhe kapaciteteve të armatimit. Ka qenë absolutisht një summit historik në kuptimin që zoti Trump, presidenti amerikan, kishte thënë që po shkon vetëm mes tjerash që mund ta bojkotonte, pra për shkak të pakënaqësisë, sidomos pas luftës së Iranit dhe faktit që presidenti Trump u ndje i tradhtuar, le të themi, nga disa prej aleatëve në Evropë si Britania e Madhe, Gjermania, Italia dhe Franca. Zoti Trump tha para se të nisej që po vinte vetëm për shkak të hatrit që ka me zotin Erdogan, si një mik kështu personal, se po të mbajë diku tjetër edhe mund të mos vinte fare. Dhe natyrisht mbi të gjitha është historik dhe shumë i rëndësishëm për atë që është thënë në konkluzionet, në deklaratën e përbashkët që ka të bëjë me nenin 5, që ishte përmendur dhe vitin e kaluar, por neni 5, ritheksimi kaq i fuqishëm i tij, që një sulm ndaj një alati është sulm ndaj të gjithëve, edhe fakti që Rusia është identifikuar në formë të qartë si armiku kryesor, kryesor i NATO-s, e bën këtë historik, këtë takim të jashtëzakonshëm historik. Pastaj nëse flasim më detajisht për konkluzionet, Irani u përmend në kuptimin që të gjitha vendet anëtare tjera të NATO-s pajtohen me Amerikën që Irani nuk duhet kurrë të ketë në duar armët nukleare. Dhe ky besoj që është si paragraf është i rëndësishëm për të qëndruar në një vijim me Amerikën. Me që luftën me Iranin po bën Amerika, por e ka për krahun e aleatëve të NATO-s, pa u përfshirë direkt në luftë, por e ka për krahun e aleatëve të NATO-s që Irani nuk duhet të ketë asnjëherë armë nukleare. Kështu që pa diskutim mund të flasim natyrisht, të flasim për detajet më vonë, për organizimin e Turqisë, për rëndësinë që ka për Turqinë si shtet, por një prej edhe 5% i buxhetit të planifikimit që ishte nisur
për herë të parë vitin e kaluar në Hag, pra kur me insistimin e Amerikës të 32 vendet aleat NATO-s u zotuan se do t'i rrisin shpenzimet e tyre dhe në këtë summit, siç e tha sekretari i përgjithshëm Rute, ndodhi që ajo që ishte për kushtim vitin e kaluar ka nisur të zbatohet, që disa prej vendeve në Evropë dhe Kanadaja i kanë rritur shpenzimet e tyre për ta kënaqur, le të themi, Amerikën që insiston që të rritin shpenzimet. Qëllimisht lash te pjesa e parë me shpjegu për publikun këtë rëndësinë e këtij samitit të cilin jashtëzakonisht e përmlodhe mirë, por tash kisha dash pak perspektiva e detajeve të mbrëmshme. Edhe pasaj natyrisht kemi me shku te Ballkani që nuk ishte në agjendën kryesore të samitit, le të themi në fokusin e agjendës kryesore. Po ajo që më kalon përshtypje përveç këtij organizimit Gjim ishte jashtëzakonshëm nga NATO fillimisht, peshës së rëndësishme të pranisë, elementi i parë i rëndësishëm ke le të themi organizimi i nikoqirit Turqisë nga mënyra kur zbret në aeroportin e Ankaras e deri te organizimi i brendshëm, udhëtimi për gazetarët nga pjesa e diskutimeve nga një pjesë e pjesa tjetër, detaje që nuk ishen shpesh. Turqia e thamna është njëra prej vendeve më të rëndësishme në NATO me ushtrinë e dytë më të madhe brenda aleancës, e tha edhe presidenti i Turqisë Erdogan, se e ke pa këtë situatë edhe numrin kaq të madh gazetarëve që ishin realisht. Gazetar ka pasur edhe vjet në Haag, ka pasur edhe në Washington, sepse së pari vinë gazetar nga 32 shtete anëtare. Pra, dhe nëse sa e madhe është Amerika në kuptim të mediave që ka, pastaj Britania e Madhe, Gjermania që kanë kapacitet për të dërguar gazetar, por vinë gazetar nga gjithë bota, sepse shkojnë nga Kosova, shkojnë nga Shqipëria, shkojnë nga Serbia, nga vendet që nuk janë anëtare të NATO-s, për shkak se më së shumti besoj për shkak se është presidenti Trump atje. Është një motiv kryesor. Dorën zamër. E gjithë pritja është për atë çfarë do të thotë presidenti Trump, dhe prandaj ka interesim kaq të jashtëzakonshëm të gazetarëve, por kujtojmë që në këtë summit kishte gazetarë sepse kishte edhe delegacione që vinin nga Japonia, nga Korea e Jugut, nga ajo Azia që është. Pra nga Japonia, nga Korea Jugore, por edhe nga Australia dhe Zelanda e Re, sepse edhe ato ishin pjesëmarrëse dhe gjithashtu ishin disa shtete të lindjes së mesme, Katari dhe të tjera, nja 3 që ishin ftuar delegacionet e tyre për të marrë pjesë. Se për këtë organizimit, Turqia natyrisht e dinte kohë më parë që do ta bënte këtë, ka shumë muaj që organizohet, edhe në Istanbul kam takuar njerëz që jetojnë atje, gazetar, koleg që janë në dieni me organizimin dhe ka spaku 6 muaj që ka pasur angazhim intensiv të përditshëm për ta përgatitur Ankaran për këtë summit. Pa diskutim rrugët që do të bllokoheshin për sigurinë, ka pasur bllokim të dyfish edhe kur erdhi presidenti Trump, nëse të kujtohet me atë, pra përveç që ishin të bllokuara rrugët që i bartin gazetarët nga një vend. Shumë shkuj çdo ditë me një pozitë, a ditë kur ishte presidenti Trump, në momentin që erdhi kishte një bllokim të dyfish, le të themi, për të kaluar eskorta e presidentit Trump, sepse kur kalon eskorta e presidentit Trump nuk duhet të ketë asnjë autobus qoftë ai zyrtari që i barte gazetarët, asnjë lëvizje tjetër pos eskortës së presidentit Trump. E dim pra që një pistë e veçantë është bërë speciale, edhe falenderoj ai në konferencë. E përmendi në konferencë, sepse është vizita e parë e një presidenti amerikan që prej vitit 2009, kur atje ishte Barack Obama. Pra një kohë shumë e gjatë që një president amerikan nuk i kushtonte rëndësi Turqisë, dhe ardha në samitin e NATO-s, por edhe takimi natyrisht bilateral me presidentin Erdogan i presidentit Trump kishte një rëndësi shumë të veçantë për Turqinë, për të konfirmuar në fakt në farë forme Turqia si aleati kryesor i Amerikës në Evropë, përpara Gjermanisë, përpara Britanisë së Madhe, Italisë e Francës, nga diskutimet, nga konferencat që kemi ndjekur bashkë edhe të presidentit Trump edhe të presidentit Erdogan, duket që aleati kryesor i Amerikës në Evropë është Turqia. E tha madje bele, presidenti Trump e tha në konferencë që Turqia na ka ofru shumë hapësirë dhe mbështetje se sa shumë vende që njën si aleat tonë. Domethënë e pat fjalën pikërisht për Britaninë e Madhe dhe për Italinë, Gjermaninë, me cilët i ka pas disa përplasje për shkak të Iranit, vetëm dhe për shkak të Iranit. Presidenti Trump e falenderoi Turqinë që nuk është përfshirë në konfliktin e Izraelit me Gazën, përkundër qëndrimit shumë të fortë që ka, tha presidenti Trump, që ai e di që sot Erdogan nuk mund ta duroj Benjamin Netanyahu, kryeministrin e Izraelit, por nuk u përfshi në luftë sepse këtë ja kërkoi Amerika dhe Turqia qëndroi prapa. Edhe pak për organizimin, pra
për autobusët që ishte qindra për t'i bartur gazetarët nga një lokacion në lokacionin tjetër, sepse dita e parë ishte në një vend të veçantë, dita e dytë samiti kryesor në një vend tjetër me qendrën mediale, dhe fakti që autobus kishte pothuajse prej orës 6 mëngjesi deri në orën në mesnatë dhe gazetarët nga të gjitha vendet në çdo moment ishin në gjendje, pra nuk prisnin më shumë se 5 minuta për të kaluar nga një pozicion në tjetrin, dhe pastaj vetë vendi ku ishte qendra mediale, ajo bibliotek, librari, që është e treta më e madhe, quhet libraria prezenciale, dhe është e treta më e madhe në botë, është absolutisht e jashtëzakonshme, e ke parë si lokacion, si vend, dhe kushtet për gazetarët ishin të jashtëzakonshme për të punuar fillimisht natyrisht, dhe pastaj e ke parë edhe për të ushqyer vazhdimisht dhe për të pasur një ambient në cilin puna mund të bëhet në mënyrë të papenguar dhe në mënyrë të mirë. Një detaj që nuk e kam përmendur që e kam marrë vesh atje në lidhjet që kisha live me Euronews është që çfarë ka ndodhur me atë është gjatë muajve të fundit, Turqia i ka lyer ndërtesat, u ka vënë fasada të reja ndërtesave prej aeroportit deri në qendër. Pa pare, pra shteti ka shku ato ndërtesa që ka konsideruar që po duken keq dhe që do t'i shohin delegacionet e 31 vendeve të tjera kur të vinë, pa vetëm ju ka treguar banorëve dhe i ka lyer pa shtëpit private, pra banesat, shtëpit private, kushdo, shteti i ka fasaduar, u ka dhënë një pamje të re dhe i kanë parë edhe vetë disa që ishin ende në ndërtim, pra kishte blloka që dukeshin, ishin vendosur mbasi i ke pa reklama të vajtë të natës. Shumicën ku ndërtohet si në Kosovë, të jap keni përshtypje që ku është ndërtu për mos mu dok burllogon, mbeturina, punimet e vrashta. Ishin vendosur jashtëzakonisht mirë, jashtëzakonisht ide e mirë, pra mos mu dok që ka atje mbrapa. Kurse të tjerat ishin ngëlqerosur, pra ishin fasaduar. Ideja është që Turqia me çdo kush ka dashur të jap një pamje të mirë, një pamje të bukur, e ka arritur, pa diskutim me organizimin, e ka arritur, por ka shumë probleme, pastaj nuk janë akredituar shumë gazetarë që janë kritik të presidentit Erdogan, dhe kjo ka lënë një shije shumë të keqe, dhe natyrisht në pozicionin e kryetarit të KS, por edhe të antarit të bordit të Federatës Evropiane të Gazetarëve, edhe FJ-ja edhe IFJ-ja kemi reaguar, sepse ka pasur edhe arrestime, janë arrestuar mbi 200 persona në nisje të këtij samiti, dhe i pari arsyetim natyrisht është gjithmonë terrorizmi, disa që pretendohet se kanë lidhje me Shtetin Islamik, por të tjerë edhe me lëvizjen gjuleniste opozitare në liderët e cilëve janë në burgje. Pra lëvizje gjuleniste që janë kundër Erdoganit, por ka pasur të arrestuar një komedian, është arrestuar për shkak të një klipi në YouTube ku e ofendon presidentin Erdogan, është arrestuar një gazetar i cili ka në Ankara një revist në cilën trajton çështje të komunitetit LGBT. Dhe është arrestuar mbas në burg përveç faktit që nuk janë akredituar shumë gazetarë. Dhe nëse të kujtohet në konferencën e Rutes, një brej është pyetur si është mundur pra që demokracitë liberale perëndimore nuk thonë asgjë për faktin që ju nuk i akreditoni gazetarët kritik të presidentit Erdogan, dhe është përkeqësardhë në fakt reagimi i zotit Rute, i cili tha ne jemi për respektimin e lirisë së medias, por e ka thënë ato edhe më herët që varet nga shteti mikpritës se kush akreditohet. Pra, ata konsultohen me shtetin mikpritës dhe thjesht i bie që Turqia, Erdogan, ekipi i tij ka dërguar një listë të gazetarëve që nuk duhet të akreditohen dhe NATO-ja nuk i ka akredituar, që është absolutisht përkeqësardhë. E nesëm jashtëzakonisht mirë rrjedhën e shpjegimit për publikun për mi pa detajet edhe të Telegrafi edhe në radio televizionin Dugaxhini. Isha ndalë te një element tjetër i organizimit që kam la përshtypje, edhe te ke po bashkë, se na për 3 ditë kemi qenë bashkë në Ankara, pjesa e organizimit gjem te hapësira ku është mbajtur samiti, në lokacione të ndryshme ka qenë e bllokuar. Dhe kur po them ka qenë e bllokuar, aty nuk të gjitha lokalet, shiqoret e vogla, dyqanet, kafiterit, nuk kanë punu. Kjo i bie që domethënë është siguria aq e madhe ka qenë, saqë edhe banorët atyre zonave nuk i ke parë gjatë duke lëvizur. I kemi pa ditën kur ne jemi kthy për Prishtinë, kur u hap Ankaraja, kështu le të themi te pjesa e samitit, e jashtëzakonshme edhe kjo kje. Kanë marrë pushim edhe njerëzit që kanë punuar, di që kanë folur me disa afër hotelit ku qëndroja, pra thjesht nuk kanë shkuar në punë për 3 ditë sepse lokali, kafja, banka, çka do
që ka qenë në atë zonë ku janë bllokuar rrugët, s'kan punuar për ato ditë. Nuk di nëse shteti, jam i sigurt se shteti i Turqisë do t'i kompenzoj për humbjet. Po, absolutisht. Që fakti që një biznes nuk ka punuar për 3 ditë, sepse ua ka dhënë fasadat e reja e nuk do t'u jap kompenzim për. Po, vërtet. Po, ama kishte shumë bllokim, në fakt të shumë rrugëve, mbas edhe për shkak që Ankara është qytet shumë i madh, ka 6 milion banor, që i bie 4 Kosova, edhe niveli bllokimit është shumë i madh edhe për faktin që kishte 2 lokacione të ndryshme, pra në ditën e parë ky forumi i industrisë së armatimit u mbaj diku tjetër, kurse takimet në ditën e dytë diku tjetër, kishte shumë rrugë që ishin bllokuar. Për shembull në Hag vitin e kaluar të gjithë 2 ditët mbashin vetëm në një vend të posaçëm. Dhe aty për dallim mund të shkoje me metro. Në fakt prej kudo në Hag mund të shkoje me metro edhe zbriset tek stacioni, për cilin pasaj ecje 30 sekonda për të hyrë në vendin ku mbaj samiti. Ndërkohë në Ankara, mbase natyrisht është qytet shumë i madh se sa Haga, ishte më ndryshe edhe çështja e autobusëve edhe e bllokadave. Unë e di që i ka irrituar shumë banorë lokal. Kam parë edhe raportet e mediave ndërkombëtare që i ka irrituar dhe mezi kanë pritur që të përfundoj ky samit. Këto 3 ditë për shkak që ua kanë ndryshuar rutinën e përditshme, vërtet. Nëse muj me rrumbullaksu te kjo pjesa porte edhe të detajat edhe çka kishte karakterizuar më të veçantë të këtij samiti që e ke vrejë dhe ke raportuar edhe për Euronews. Tani titulli që doli edhe nëpër media ndërkombëtare e pash që Turqia është fituesi më i madh i këtij samiti. Do thotë nëse ka diçka që mund të veçohet është që Turqia ka fituar shumë me këtë summit për ta përforcuar pozicionin e vet ndërkombëtar si një prej shteteve më të rëndësishme të botës, pa diskutim të aleancës, por edhe të botës, me organizimin, me atë industrinë ku i ekspozoi bayraktarët e ri, dronet e ri, shumë rëndësishme. Faktin që marrëveshjet që arriti, pra Turqia do të shes akoma më shumë pas këtij samiti armatim vendeve të tjera të NATO-s. Tek dita e parë tek forumi industrisë së armatimit ka pasur në shkrim të shumë marrëveshjeve ndërmjet shteteve. Specifike. Ka pasur banka duke përfshirë pra BNP Paribas disa të mëdha, të cilat janë zotuar që do të japin $217 milion do të investojnë. Në total, edhe në deklaratën e fundit, 50 miliard do të investohen në armatim nga të gjitha shtetet, si rrjedhoj e këtij samiti, pra. Dhe shumica e tyre në fakt e gjërave që do të shiten vinë nga Turqia. Dhe Turqia, pra, duke e marrë për krajën e pa rezervë të presidentit Trump e ka fituar këtë samit dhe është fituesi më i madh i këtij samiti për ato se mund të jetë edhe ndërmjetësuesi shumë konflikteve, në kuptim që mban ende raport me Rusin, presidenti Erdogan me presidentin Putin, ndërsa evropianët e dim refuzojnë të takojnë, refuzojnë të angazhohen direkt me ta, presidenti Erdogan arrin ta bëjë këtë, ndërkohë që mban përkundër faktit që në konfliktin Izrael-Gaza retorika e zotit Erdogan është shumë e ashpër, megjithatë për shkak të raportit me SBA-n, pra siç e tham nuk angazhohet direkt në konflikt, edhe për Iranin, pra përkundër faktit që Pakistani është ndërmjetësues ndërmjet Iranit dhe SBA-s, Turqia gjithmonë luan rol. Ka arritur pasaj me Sirin, erdhi presidenti Al-Shara. Që është edhe kjo risi jashtëzakonisht. Janë hequr sanksionet. Prapë është një fitore Turqisë sepse Turqia është ndërmjetësuese. Edhe Turqia ka qenë prej fillimit një lloj ndërmjetësimi ndërmjet Sirisë dhe SBA-s. Dhe në këtë summit, pra presidenti Trump u zotua pas takimit me presidentin Al-Shara që do të heqë sanksionet që janë prej fundit të viteve 70 në fuqi dhe që të ndihmojnë Sirinë në rikonstruim pas luftës civile të përgjakshme 15 vjeçare, dhe këtu pra Turqia del si një ndërmjetësues që arrin këtë sukses. Kështu që kryefjala edhe e mediave ndërkombëtare është që Turqia, por pastaj natyrisht diskutimet janë më së shumti për atë se si u soll presidenti Trump gjatë gjithë samitit. Po, ajo s'ka diskutim, por çka du me potencuar është që
nga samiti realisht ne kemi po tri elemente. E tham fillim, samiti e ardhmja e aleancës, buxheti, rritja e buxhetit, edhe risi në këtë samit ke inovacioni dronët. Pra që kjo është aty te teknologjia ku po don me investu dhe miliarda euro që pritet të ndodhen gjatë viteve të ardhshme. Nëse muj me rrumbullaksu, këto tri elemente ishin më të rëndësishme. Por kush e dominoi përveç Trumpit edhe Nikoqirit Erdogan, që natyrshëm edhe në konferencën e tij të fundit i përmendit të gjitha këto arritjet, shefi NATO si shefi NATO normal, po këtu pak dorën zemër të tjerët nuk pat që u vretën shumë. Jo shumë, asë mos kam pritur më shumë nga presidenti francez, për shembull, nuk është që ka lënë ndonjë shenjë si Franca, me nuklear dhe rëndësi të jashtëzakonshme as Gjermania. Diskutimi tjetër i rëndësishëm dhe për cilin pati një përgjigje të fortë ishte Grenlanda sepse në mëngjes presidenti Trump u pyet sërish foli për ambicjet për ta pushtuar Grenlandën dhe kryeministria e Danimarkës Mette Frederiksen, nuk dia thash bjerë mirë, ishte shumë e ashpër e bindur në kuptimin që nuk kemi frikë, parimisht nuk kemi frikë sepse do ta mbrojmë çdo milimetër të NATO-s, në fakt është edhe anëtare të NATO-s, që sulmi ndaj një shteti anëtar është sulmi ndaj gjithëve, dhe që mbi të gjitha ajo tha që e ardhmja e Grenlandës varet nga vullneti i banorëve të Grenlandës, dhe janë pjesë e mbretërisë së Danimarkës dhe kështu do të qëndroj. Dhe ishte me rëndësi që këtu mori përkrahje edhe nga liderët e tjerë evropianë të cilët u pyetën për këtë punë në konferencën shqiptare në mëngjes, dhe ky unitet i Evropës në fakt pati sukses në janar, kur vërtet Amerika dëshironte ta pushtonte Grenlandën. Të tjerat kishte fokus edhe kryeministri i Greqisë, sepse ai u pyet e kam parë me shumë interesant gazetarët turq, në masë shumë të madhe donin t'i bënin pyetje Mitsotakis, kryeministri të Greqisë, për shkak të F-35, për shkak të avionëve që ja premtoi Amerika Turqisë, dhe që Greqia është kundër, se i shes si kërcënim. Pra, edhe në fillim, gazetarët turk e pyetën në mëngjes, a ndihet rehat në Ankara, kryeministri i Greqisë, a tha absolutisht, se herë vi në Ankara, vi me shumë qef, natyrisht, konflikti i Qipros, ndarja e Qipros. Përveç që ishte virale një video gjerimi ti duke shku të këto mediat virale, pastaj në rrjetet sociale, në X edhe në mënyra se si este kryeministri i Greqisë, ishte kthyer në një viralitet pastaj duke. Nuk e di nëse ishte e mëngjesit, sepse ai Met kishte 2 mikrofon dhe ishte duke folur presidenti i Lituanisë. Dhe kur erdhi zoti Mitsotakis i Greqisë, nuk foli për 7-8 minuta për ta respektuar që ta përfundoi presidenti i Lituanisë, por kishte raste kur flisnin 2 persona në të njëjtën kohë, sepse kishte 2 mikrofon, kishte shumë kamera dhe ti mund të fokusohesh se cilin dëshiron ta marr. Dhe kur shkoi presidenti i Lituanisë dhe kryeministri grek ende po fliste, erdhi presidenti i Finlandës stup, dhe ai nuk e priti kryeministrin nga sa përfundoi, por foli në të njëjtën kohë, sepse dëshironte të kryente punë që të vazhdonte. Kishte fokus Greqia në këtë kuptim. Zelenski nuk e mori, kam përshtypjen, vëmendjen që e vërtet nuk e mori. Ishte një konferencë me zotin Trump, i tha Trump, a ke frikë që të vish, a do të vjen në Moskë? Ai veç ai momenti ishte që u bë viral në për shkak të dronëve. Për shkak të dronëve Ukrainës, pa nuk është e sigurt që të shkohet, sepse ne po e sulmojmë Moskën, por pritej më shumë nga natyrisht konkluzionet janë që $70 miliardë shkojnë për Ukrainën, që NATO-ja do ta vazhdojë ndihmën, por ai personalisht, siç ka qenë më herët, nuk mori vëmendje. Pritej më shumë nga kryeministra e Italisë Meloni, në kuptimin edhe për shkak të përplasjeve të fundit që kishte me Trumpin, por si duket ajo e mbajti një konferencë dhe tha që përplasjet e mia personale me zotin Trump nuk do të ndikojnë në raportet e Italisë me Amerikën, që janë të mira, por ajo ka thënë që unë do të vazhdoj ta mbroj Italinë, dhe në fakt është ndër liderët që është në gjendje të bëj ballë. Asnjë diskutim për Keir Starmer për kryeministrin është e hera e fundit që vjen natyrisht, vetëm edhe pak ditë ka në krye të Britanisë së Madhe, dhe pastaj momenti viral. Absolutisht, ishte dominimi mes Trumpit, Erdoganit dhe shefit të NATO. Këta tre ishin edhe atletet e Tiranës. Dhe këtu do shta më nalë, te elementi i Ballkanit,
den që na kemi raportu në një takim që ndodhi me përfaqësuesit e lartë të NATO-s, takim me disa gazetarë të Ballkanit Perëndimor nga Ukraina, edhe vende tjera të Evropës Lindore. Ballkani nuk ka qenë në agjendën kryesore të këtij samiti. Në pyetjen tonë të Telegrafit për pse nuk është, natyrshëm u tha që Ballkani Perëndimor në përgjithësi mbetet në agjendën e përgjithshme sa i përket stabilitetit dhe NATO nuk do të lejoj, kjo e zakonshme, nuk do të lejoj, le të themi, vakum institucional të sigurisë në rajon. KFOR-i është këtu për të ofruar siguri dhe stabilitet. Në anën tjetër, Kosova nuk ishte përfaqësues, Bosnia-Hercegovina nuk ishte përfaqësues, Serbia gjithashtu nuk ishte përfaqësues, ishin shtetet anëtare të NATO-s, Shqipëria mes kryeministrit Edi Rama, Malizi me kryeministrin e saj, Kroacia kishte përfaqësuesit të saj 2 dhe Maqedonia e Veriut me president. Po nuk u vretën shumë as këta 3 përveç atletet me të drejtë që përmende. Të Edi Ramës. Po, në fakt, zoti Spajsh, më duket që nuk ka dhënë as konferencë, jo sepse unë isha në kontakt me kolegët e Malit të Zi, ai nuk dha konferencë. Jo, zonja presidentja e Maqedonisë kam parë në mëngjes, ka dalë, ka folë fare shkurt, ka thënë që është mirë që të kemi paqe, e gjëra tilla. As kryeministri Edi Rama nuk ka dhënë deklarata, nuk ka dalë në konferencë në mëngjes, edhe pse ishte ndër të parët që duhet të dilte tek ato që shuan doorsteps ku dolën gjithë liderët e tjerë. Po thuajse shumica e liderëve, zoti Rama nuk doli, paraqitja e tij e vetme ishte pasi që u konfirmuan nga zoti Rutes që samiti i radhës do të bëhet në Tiranë, në Shqipëri, sepse nuk mund ta thoshte pa thënë zoti Rute, as Shqipëria nuk ishte sigurt, sepse Reuters e dim ka raportuar që është në dyshim mbajtja e samitit në Tiranë për shkak se shpenzimet nuk janë mbi 2% të Shqipërisë. Dhe zoti Rama e priti momentin derisa të zyrtarizohet për dalë me një video të xhiruar, natyrisht propagandë, në cilin ai thotë që propagandë kuptimin që nuk PR ti bësh pyetje PR, me kamera kështu i peat i qëndronin ofër spektakël dhe konfirmoi dhe sërish pra u kap me njerëzit që kanë thënë që nuk mund të se po vihet pa kuptim ti, më mirë fokusohet te samiti dhe rëndësia e samitit që ndodhi në Tiranë se sa kush ja ka thënë. Tani ne sërish natyrisht do ta shohim historik kur të mbahet vitin e ardhshëm në Tiranë, sepse është historik. Është që në Ballkan mos pari është historik, mbi të gjitha. Me një vend tjetër NATO-s të ri që ka ardhur së fundi, nuk është NATO, Shqipëria NATO si Turqia në vitin 1952-53. Shqipëria është për vitin 2010 natyrisht dhe nuk mori vëmendje Ballkani Perëndimor, nuk merr tash një kohë gjatë, ne e dim. Në fakt, u bë shumë. Tash është mirë, është keq, besoj që është mirë, e diskutuam na për kuptimin që ka stabilitet, po, në kuptimin që ka stabilitet, por megjithatë stabilitetin e dim çfarë është në Kosovë. Është fragjil kuptimin që qëndrimi zyrtar i Kosovës është që Kosova vazhdon të jetë rrezikuar nga Serbia, e dim që ka nisur një gjykim për sulmin e Berle Pence, nuk janë vënë para përgjegjësisë për sulmin në Banjsk, Radojqiqi dhe të tjerët, dhe fokus e vëmendje spaku Kosova mund të ketë, po edhe Bosnia është shumë fragjile, me përfaqësuesin e ri, po me kërcënimet e vazhdueshme të Serbskas për tu ndarë, kështu që është për keqardhës që nuk ka, u përmend Kosova 2 herë, e dim, por vetëm nga presidenti Erdogan, edhe në hapje të samitit, që ishte i vetmi fjalim që u transmetua direkt, zoti Erdogan e tha që Kosova, e përmendi të parën Kosovën, kur tha ka prani të rëndësishme turke, Kosova në afërsitë të shtetit Baltikut dhe detin e Zi, dhe në fund në konferencën për Shqip e tha që pra e ka komandën e KFOR-it që do të angazhohet dhe do ta ketë komandën e KFOR-it spaku deri në shtator të vitit 2026 me komandantin Ukrainë. Me këto që është në detyrë po, që ka ardhur për të dy dorën zemër, që tregon për kushtimin e Turqisë për KFOR-in, për Kosovën. Këto ishin 2 momentet kur Kosova përmendet zyrtarisht në samet nga Nikoqiri, presidenti i Turqisë. Por nga askush tjetër. Dhe tash Shqipëria e thesh atë antari NATO-s, natyrisht përmendja më e madhe është fakti që do të bëhet samiti vitin tjetër atje. Po megjithatë është një arritje për Shqipërinë këtu në moshën ndërkombëtare, jashtëzakonshme. Absolutisht, ne po flasim pra për Turqinë që është kaq e madhe, kaq e rëndësishme, ka ushtri kaq të fortë, kaq të madhe, dhe ata e jetonin si moment historik. Imagjinoj për Shqipërinë, për një vend kaq të vogël, dhe që the
është adresuar së fundi në NATO, është absolutisht historik. Fakti që do të vinte presidenti nëse vjen Trump vitin tjetër, i pjesë do të ishte vizita e parë, si për vitin 2007 kur George W. Bush e vizitonte Tiranën. Edhe ma të enough is enough. Mjaft, kam qenë aty, nuk e di si, për në atë konferencë në cilën presidenti Bush, pra më dhe se shot 2007 tha që Kosova do të jetë e pavarur shumë shpejt, sepse mjaft, kështu që po të vi presidenti Trump, sepse nuk e dim atë të vijë. Nuk e dim, sepse këto zhvillimet geopolitike po ndryshojnë çdo moment. Edhe pse Trumpi do në zamër vitin tjetër i ka zgjedhjet, ai ka vitin tjetër i bën me pas zgjedhjet. Jo, 2028, jo, nuk i ka. 2027, okay. Në 2 vjet. I ka zgjedhjet e mesme në këtë nëntor, po në këtë nëntor vitin tjetër nuk është vetë zgjedhur. Tani përmbyllëm këtë pjesë edhe 10 minutat e fundit po du me diskutu një temë tjetër, po du me diskutu me mbyll samitin e NATO-s me 2 detaje tjera. Dhurata e Erdoganit për shefat e shteteve që bëre buj shumë të madhe dhe një moment që e përjetu me dhone ti si krejt gazetarët e botës pas konferencës së shefit të NATO-s në sallën e madhe, themi 400, 500, 200-300 gazetarë, u dash me lëshu në sallën sepse u bë kërkesa që aty të vinte pasaj presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo edhe për shkak të protokollit, mënyrës së organizimit të gjitha. Por pati shumë reagime mes kolegëve aty, pa qartë situata, me dal jashtë më kthy. Edhe dhurata që Erdogan ju dha ka një pistolet. To kanë 2 detaje kështu goxha të rëndësishme ti samite. Konferenca dhe fakti që gazetarët nxorën jashtë me vërtet ishte një moment i veçantë në kuptimin që nuk ndodhte vitin e kaluar në Hag, edhe atëherë ka pasur konferencë presidenti Trump dhe gjithçka që ka ndodhur nga Trump apo Biden? Jo, vitin e kaluar. Vitin e kaluar, Trump ka qenë. Dhe gjithçka që ka ndodhur është që në 3 rreshtat e parë, unë kam qenë shumë në vendin e tretë, në rreshtin e tretë, gazetarët e tjerë është dashur që t'i lirojnë ato, sepse aty janë dashur që vendosin gazetarët amerikanë që udhtojnë me Air Force One me presidentin Trump, që janë korrespondentë të shtëpisë së bardhë, dhe thjesht gazetarët e shteteve të tjera është dashur të zhvendosin pak më. Edhe kjo ka qenë e tëra, kurse kjo çfarë ndodhi si vjet, ishte me të vërtetë në kuptim që kisha edhe pak nësi të. Jo, ishte masore pa qartë, po pse? Për arsye sigurie. Për arsye sigurie tha. Të thuaj kështu qartësisht për fillimin në rregull është tek e fundit zgjidhet situata. Ne pam që skena ndryshoi plotësisht. U vendosën flamët amerikan, u vendos foltoria me llogon e shtëpisë së bardhë, u vendosën ca simboloja aty të pashqyrgueshme me logot të NATO-s dhe ndryshoi gjithçka nga konferenca paraprakisht e zotit Rute. Tani ajo sërish ndryshoi edhe kur foli Erdoğani, sepse u vendosën flamuj turke, u hoqën ato dhe por kjo ndodhi shumë më shpejt. Po kisha pak nësi të gazetarëve turk në live-in që kisha dëgjuar nga gazetar turk, thonë ky është shteti ynë, ky është samiti ynë. Ishte një gazetar turk me cilin unë ishte pak më vjetër dhe ai në komunikim dikur filloi të bërtiste kush jeni jo me më largu prej shtetem, për sallës ku unë jam shtetas, pra u kriju atë një farë amullia, po në fund detyruam të gjithë që të dajë, nuk diskutohet me amerikanët, me shërbimin sekret amerikan. Dolëm si bilbyla, edhe u kthehemi. Zgjati shumë, po ishte tani mbase gjithçka lidhet me sigurinë natyrisht në konferencë do të thonë, pra ishte protokollare, çështja sigurisë dhe në fund edhe për neve që kemi qenë në Amerikë, dim si është, do të thotë, edhe të hysh në secilin, domethënë Amerika i merr shumë seriozisht çështjen e sigurisë. Edhe Turqia i merr shumë seriozisht. Dhe aty u pyetoj, mos harrojmë se kjo ka të bëjë pak me sigurinë, u pyet për kërcënimet në investimin me Air Force One. Nuk ashtu kishte edhe pyetjen të cilën tha që jam numër 1 në listën për të vrarë nga regjimi i Iranit. Gjithashtu tha që jam numër 1 në TikTok. Tha dhe jam më i lumtur që jam numër 1 në TikTok se sa që jam në listë, por që natyrisht kërcënimet të sigurisë ka edhe për shkak të luftës së pistoletat. Interesant. E kuptuam ne në rrugës do të kthyer se nuk u ditë derisa nuk dolën njëri prej kryeministrave të Bashkimit Evropian i Belgjikës me gjatë ka qenë i pari. I Belgjikës ka qenë i pari, po që e fotografoj, tash i kanë marrë dhuratat edhe shumë prej delegacioneve nuk e kanë ditur çfarë kanë në to. Disa, për shembull, Britania e Madhe, lexova dhe Norvegjia, i kanë lënë armët në konsulatat, në ambasadat e tyre në Ankara. Po, të shteteve të tyre në Ankara nuk i kanë marrë me vete, se ka legislacione të ndryshme. Por, për shembull, me sa e lexova në Belgjik, kur kanë shku delegacione dhe kanë hi në sigurim, i kanë lënë
është pas që ka diçka që nuk duhet jetë, kur e kanë hap dhuratën kanë pas që është ajo pistolet e vërtet me fishek, pra në gjendje për të gjuajtur, për të vrarë nëse ka nevojë në rastin më të keq, po për të gjuajtur. Se ne gazetarët morëm dhurat më të mirë, dorën zamër çonta me ato elemente të gazetarisë. Shumë po llokuma edhe ushqe baklava. Se sa këta po nuk e di çfarë ka bërë zoti Rama, ende s'ka treguar. Ky kryeministri i Hungarisë, Magyar, që merr pjesë për herë të parë në një summit kaq të rëndësishëm, e ka shkruar që ishte një dhuratë shumë e çuditshme thanë nga sepse janë emrat e secilit lider. Pra janë të gravuara emrat e secilit lider në të. Por ideja është ofendim të kthehet, sepse disa nuk donin ta merrnin sepse çka i duhet arma liderit të një shteti, një kryeministri, një presidenti, prandaj disa i lanë, për shembull von der Leyen do ta dërgojnë në muze, në një muze në ushtarak, diku në Gjermani, me sa kam lexuar, por nuk di cili ishte mesazhi i zotit Erdogan. Ata fuqisë ushtarake nëse ku të di, madje do del gjatë ditëve të ardhme. Në rregull Zim, për shkak që prej një temës, po kalojmë në temë Ukraina summit të rëndësia, po du të pjesa fundit që nuk ka ndërlidhje me këtë temën që ne e diskutuam jashtëzakonisht mirë dhe dham shpjegime. Sekretari i Asociacionit Gazetarëve të Kosovës, në Kosovë jemi duke së shpejti për takimi qeverinë e re, e cila mund të finalizohet gjatë javëve apo muajve të ardhshëm, shpejt edhe sipas praktikave që kanë ndodhur edhe ligjeve në fuqi. Relacionet që janë shumë të rëndësishme, sidomos qeveri, media, mënyra e asoj që njëtë si liria shprehjes, raportet në të cilat sot është Kosova në arenën globale, rënjes dhe ngritjes të kopaskoshme që mund të ndodhë. Çka pret nga qeveria e re sa i përket relacioneve në komunikim dhe në transparencë, sidomos me mediat, me qasjen, por edhe me mënyrën mi po si partner në komunikim, e jo si dikush janë armik tonë, kështu në përgjithësi në këtë Ballkanin tonë. Nuk pres në ndryshim të madh nga ajo çfarë është aktualisht me fatkeqësisht qeveria e Kosovës, lëvizjeve vendosje që për fillimit të mandatit dhe me kalimin e viteve ka pasur dhe ka një relacion shumë toksik në raport me media, që është për keqardhje në kuptimin që i shep pikërisht ashtu siç the ti, i shesi armiq, i portretizon qëllimshëm në formë të tillë në mënyrë që elektorati të vet, votuesët të vet të thotë që mediat kanë fat kur gjërat nuk shkojnë mirë në Kosovë. Dhe kjo është për keqardhje për një parti politike e cila është rritur në opozitë duke bashkëpunuar me mediat. Në cilat media po del gjatë fushatës zgjedhore pastaj me fol në çdo media të njëjta. Po e ka thyer atëfar fillimisht e kishte një bojkot, pastaj ka nëse ti thon që janë të mira, ti prap njëta po del po flet kur po ki nevojë gjatë zgjedhjeve. Standard, po vetëm gjatë zgjedhjeve. Është standardi dy fysh, por është për keqardhje sepse mediat e kanë bërë punën e tyre kur vetëvendosja ka qenë në opozitë, e bëjnë punën e tyre kur vetëvendosja është në pushtet. Qëllimi kryesor i gazetarëve i mediave është misioni kryesor është për informimin e publikut në kuptim të mbajtjes përgjegjësisë të atyre që janë në pushtet dhe që marrin vendime për jetën tonë të përditshme. Dhe kjo ka ndodhur në 27 vjet të lirisë së Kosovës dhe edhe qeveritë e tjera kanë provuar ta kontrollojnë informacionin, narrativën, po e bën edhe vetëvendosja, por absolutisht asnjëherë s'ka qenë më keq, asnjëherë presioni nuk ka qenë më i madh, asnjëherë denigrimi publik nuk ka qenë më i madh. Pra qëllimi vetëvendosjes së qeverisë është që të denigrojë gazetarët në publik. Pra nuk pret që mund të ketë përmirësim, sidomos edhe në relacion me RTK-n, me gjendjen që apo ndodh, për shembull po sot dragime, s'ka po sa i përket pagave, vazhdojnë me pas probleme, e dim çka ka ndodhur me çështjen e ligjit KPM-s që e kthej gjykata kushtetuese, mendon që këto sekretari AGK-s këto do të vazhdojnë, do të jetë kjo top tema në relacion qeveri, buxheti dhe KPM-ja RTK-ja si problematika? Absolutisht do të jenë kriza në RTK do të vazhdojnë në kuptim të mungesës që kanë të buxhetit për shkak të një kontesti gjyqësor të para shumë viteve, por problemi kryesor me RTK-n natyrisht janë pagat, sepse janë 700 vjet që nuk i marrin ende pagat në momentin që flasim për muajin e kaluar dhe kjo është alarmuese, sepse njerëzit po e bëjnë punën e tyre dhe ne presim dhe do duhet që qeveria të ndërhyjë për të ndarë buxhet ose t'ja lejë këtë kuvendit nëse kuvendi bëhet shumë shpejt dhe krijohen komisionet, por
problemi më i madh me RTK-n është që RTK-ja absolutisht është shndruar në një makinë propaganduese të qeverisë. Është shndruar. Absolutisht. Nëse shikojnë lajmet qendrore, ka tash disa muaj, ato janë në funksion të vetëm një partie politike të vetëvendosjes dhe të qeverisë Kurti dhe është për keqardhje dhe ne e dimë se ndodh kjo, natyrisht për shkak që RTK udhëhiqet nga Rilin Gërvalla, një ish aktivist i vetëvendosjes i cili ndihmohet nga Bleri Maxhia, si ushtruesi i tyre, i kryeredaktorit dhe këta dy individ në fakt në baza ditore dhe terrorizojnë gazetarët për mënyrën se si ata e bëjnë punën e tyre dhe ka pasur rast kur Arlinda Sejta, një gazetar që ka punuar 10 vjet aty, ka dhënë ndërheqje për shkak të këtij presioni të madh të përditshëm që vjen nga udhëheqësit e RTK-s, nga menaxhmenti për të bërë kronika që nuk janë profesionale, që e shkelin kodin e etikës së gazetarisë dhe që shkojnë ekskluzivisht në favor të vetëvendosjes Partisë Bashkisë. Edhe KPM-ja shkurt vendimet që i ka marrë deri më tash për t'i dënuar media duke fshirë televizionin Dukazhini janë të paprecedent, janë të papranueshme, janë vendime të bazuara në opinione personale të udhëheqësve të këtij institucioni, Besnik Berishës, kryetarit, Fitim Veliut, që është antar Vleta Aliut dhe Drita Morinës, të cilët besojnë pra që në televizion nuk duhet që dikush të ketë kritika ose tonë negativ ndaj qeverisë dhe ndaj zotit Kurti. Në një prej i ka monitoruar disa mbledhje dhe në një prej tyre pra thjesht zoti Berisha thotë që ka pasur Klan Kosova të zëm, mbulim negativ dhe të një anshëm për qeverinë e Kosovës. Është e tmerrshme, pra që mund të ndodhë që të ketë kjo është ndërhyrje në politikat redaktoriale të televizioneve. Qëllimi i këtyre vendimeve të KPM-s është që ta mbyt debatin publik dhe t'i çojë gazetarët në vetcenzurë, t'i çojë moderatorët në vetcenzurë. Kurse shumë prej ankesave që vinë nga njerëz të vetëvendosës, për shembull Artana Rizvanolli, pra ideja edhe ai propozimi i tmerrshëm i Drita Morinës për ta mbyllur emisionin Debat Plus, ka qenë për shkak që Artana Rizvanolli ka çuar ankesë kundër Uran Ismailit për atë çfarë ka thënë në emision nën kryetari PDK-s. Këto mund të drejtohen direkt, zonja Rizvanolli mund të padis për shfrytje në gjykat zotin Ismaili, por nuk mund të dënohet media ku ka diskutim dhe debat publik. Kështu që nëse vazhdohet me këtë tempo, do të ketë probleme të mëdha për mediat edhe për mbijetesën e tyre. Betet për të parë kjo situatë se çysh do të reflektojë dhe a do të ketë reflektim nga ana e qeverisë në ardhje për këto situata dhe dhëna që i diskutove. Zoti Xhemal Rexha, faleminderit shumë për kohën, edhe për diskutimin se di ka qenë një lodhje samiti, por megjithatë mendoj që e dham një perspektivë të brendshme të situatës për me pasë çfarë ndodhe në një summit kaq të rëndësishëm në Ankara. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shkëndrojmë me zotin Xhemal Rexha, gazetar që ka përcjellën nga Ankaraja për Euronews, por edhe si kryetari i AGK-s që foli për çështje të tjera që kanë të bëjnë me gazetarët, media dhe situatën në Kosovë. Shihemi në përballje podcast tjetër të radhës.